Situata e krijuar nga moti keq në qarkun e Lezhës vijon të jetë problematike, kryesisht në bashkinë e Kurbinit. Argjinatura e lumit Droj vijon të jetë e qartë, duke sjellë rritje të nivelit të ujit në fshatrat Adriatik, Golem dhe Patok të njësisë administrative Fushkuqe. Një nga zonat e prekur masivisht nga përmbytjet është edhe Sanxhaku, ku uji ka deportuar edhe në disa banesa. Banorët thonë se prej 4 ditësh situata është mjaft e vështirë, duke u sjellë dëme të shumta kryesisht në bujqësi dhe blegtori. Emergjente për ta është baza ushqimore për gjën e gjallë e cila është dëmtuar nga prezenca e ujit. Fshaka blegtori me pul, me gjel, me dele, me lop, me blet i ka degradu. Vetëm nuk ka hine në shpinjat 4 cm kam pa hi mrena. Niveli janë në rritje, asë një nuk merë mos, asë kush se verifikon, asë një gjanë nuk ka si me të dhënë një njim, me dala, me hika, me të një mua, ka 3 banesa si janë me 20 cm ujë mrena. Këtu s'ka po vaki kësa përmytje, vetëm se nuk punojnë pompat e hidrovorve. Nuk i ven kush në punë, as nuk kujdesot kush mi vonë punë, se nuk ka përmytje po punon pompa. A këto nisht në kemi nevoj, si nga ka prish bazë ushqimore, nga ka, çdo gjë që kemi ka eliminu. As një gjë nuk ka arë kush, as nuk ka pyet kush, as nuk më vlerëson kush se imi gjallë. Ballë nga kam bërë dam mujë, sidomos e mujë në ndër më shumë. Mujë në ndër 25 ditë, përmytja shivet vetë, nga kam njëllë qingjat, dhij. Po, kesh shumë kesh. 2000 dhe nga barë, të më strehu për dimën, atë dhe shef një vetë, me filmim, ajo nga stem në 30 qopë, 50 qopë, shumë kesh, ujgji. S'ka ku më nëzirë, lujtë mo, jenë 300 krenë tim da. E s'janë të përnu dhe pompat, se përnu pompat hik, ujgji dalin pasën. Edhe mi nëzirë për aerose, si kur thonë, nuk kena ka më nëzirë, është mi plas në ujë. Gjade vinë makinat, ato rrit niveli. Ja, ty ka hinë atë një lamë, da shiko, se filmim mbajtë, i ke në gjujnë. Gjatë natës ka pasur edhe mungesë të energjisë elektrike në hidrovoret e Drojës, Shëllinza dhe Tale, duke ndikuar negativisht në evadimin e ujrave. Ndërkohë vëmendja më e madhe e strukturave është përqendruar në zonën e Fushkuqes, ku në terren janë edhe forcat e ushtrisë me mjete të rënda dhe lundruese për të evakuuar banorët në rast të nevoje, për shkak të nivelit të ujit i cili ka ardhur gjithnjë në rritje.